Mua do më pyesni kur vendoset xhami, mbrojtësja prej xhami. Nuk është kafaze. Por janë të dhënat e shërbimeve që njoftojnë se mund të ketë përplasje për ta marrë në aratisje. Unë nuk e di që ndodh me metën, unë di sepse mbahet kafazi. Kafazi mbahet për dy arsye. Ai që thoni ju kafaz, ajo është masiv i xham. Mbahet për dy arsye, ose në qoftë se ai është njeri i rëndësishëm dhe kanë frikë se e godasin, atentat, ose është njeri i fuqishëm dhe mund të aratiset. Jo vetëm, po me ndihmën e ekipeve që ka. Këto janë dy arsyet, zonjë. Kush? Tani cila është këtu i zgjidheni ju. E kuptova, po. Ju si avokat, nëse do ishte në mbrojtje të Metës, do të ishte pamundur që të komunikonit me të. A shkelje kjo? Nuk të kuptova. Xhami, ose kafazi që i them unë, e pamundson komunikimin me avokatin. A shkelje kjo? Ja. Ja, po tje se ndalon komunikimin me avokatin në shkelje, po nuk ndalon. Ka komunikim kështu me valë, radioje pa. Me mikrofon.